të kish kanë propozimi për neve është e papranueshme. Kjo është 45 vjet është kremi i opinionit. Ne e dimë që gjykata speciale non stop ka bërë kësi narrativa. E dini ligjëratën në shkollën të nxënësit për shembull që ka qenë e papranueshme. Kam bërë sondazhe nëpër popull, domthonë gjykata speciale do me kriju opinion, domthonë kur krijohet opinioni para se marrni vendim verdikti atëherë me të vërtetë kjo tregon që ata kanë qëllim të keq, edhe po shihet kjo. Më pajtona me avokatin për arsye se nuk ka shans 45 vjet, po as 5 vite, as një vit, ata do të më liru, po flasim bas asoj që ai kemi përcjell në mënyrë kronologjike, as një fakt direkt që e involvon njërin nga 4 të akuzuarit nuk kanë. Po flas për ata që kemi pa ne, ata që si kemi pa nuk mund me folë se si kum pa. Po qëllimi i kësaj prokurorie është po don me barazu luftën, fakt po don me një aspekt Serbien me ngushëllu, e nuk mundet më ngushëllu Serbia, e cila është një shtet genocidial, e cila në Ballkan e dim gjithë çka ka bërë, dhe po don çka me bëmë, po don me dënu 4 liderë tanë, të cilët nga dita e parë e deri me sot, ata çka kanë bërë për lirimin e këtij vendi, u që kjo dol nga populli, ka qenë domosdoshmëri, ka qenë nevojë për me mbrojt popullin e vet apo për me liru popullin e vet. Nuk ka pas u që kjo qëllim të marrjes të komandës për me kriju gjona që të paqenjta ato që kemi ndëgjuar sinqerisht janë të papranueshme nga disa prokurorë që nuk dinë as ku është Kosova, të cilët as nuk e dinë historinë e Kosovës, të cilët as nuk e dinë çka ka përjetuar Kosova nëpër etapa, edhe çka po don kërkon 45 vjet për me kriju opinion që nëse dënohet nesër shpresojmë që mos ndodh